Kemi mirë sart në episodin e 4 special podcast. Sot e kena një ftume speciale, është shoqja jon, Premtina. Welcome in, guys. Sot tema është për Gen Z, dallimi mes rinisë të Kosovës edhe të Amerikës. Për ma shumë ka vëra të regu Premtina. Që rinia e Kosovës nuk janë qashtë prapa mbetur edhe menoj që janë unë e menoj që janë shumë open. Edhe shumë gjallë. Shumë ekstrem. Dyqysh në përse cilë lami është ka një shqiptar që është i zotin qatë fush edhe jashtë trojeve shqiptare është. Edhe ju veç për mu ka një zoti po edhe kështu për shambull me mentalitet janë shumë open, ekstrem. Menoj unë e qështu për rinin e Kosovës. Edhe unë menoj qështu. Tash, për një me e kom po, dhe në dha tjetë që shjën, edhe më karo me po dhe qëtitëv tjera, ju veç që kanë jetu ashtu në Amerikë, edhe ashtu shqiptar për një me janë ma gjallë. Dyqysh kudo që i lën, kudo që i qetë, diçka kanë me dit me bu. Tash, me krasu me Amerikan, tamon Amerikan, pak keq në ashtu, adin me thonë kështu, po s'po di janë kanë sikur pak ma left out ashtu, nuk është që janë kanë, do me thonë shumë të këfjelt. Qyqana. Me na krasu feks, adin me krasu me shqiptarët, për një me janë kanë ma qyqana që po thute ashtu. Krejt njerë që më kanë tërgu që janë konë Amerikë, krejt më kanë thonë që Amerikanët janë shumë trullona, edhe dyqysh... adin po vja pak morë ashtu me shumë janë. Amerikanët janë shumë trullona. O, ti, për janë kukush që ta se jam kanë të minutë në rrugën a këtëzoj me thonë që të në lashta, I sound too rude, për një me janë. Shumë janë, oj vjerë, nuk e ki dit, nuk godzën të qysh, nuk mund është milion diçka thjesht në dorë edhe mu siguru që ta krynë që atë sen. Po, shumë janë, o zot, shpesh herë dhe me thonë, onë e si Premtin, se onë e që kom punu në Park Lujna, për një me jom siguru që kër e kom nisë roller coaster, jom siguru që mi nisë mirë, adhe. I kom këqyrë krejtë, se ta isha një herë me rodi këshën e tanat, të njëtën të qishit me qatë sen. Unë për vete, jëm tut, kur ka pas Amerikan, edhe kom hyp në loj, unë masi ka hecaj, masi më ka këqyraj një herë, edhe në kom pas lep bar ose diçka, e kom këqyre edhe një herë vetën, qatë që do me thonë jëm tut me ndurë tëmbe. Nuk e di, nashta e kom pas veçën që të sen, ama për një me në kom shumë trullaft. Ata nuk e kanë me thonë qatë interesin mi bu sanet vetë, se e din që print e vetë e kanë me pa tjetër një herë mi abu adin, edhe shkujnë pak sikur hajtë se adin, mami jem nuk e ka qare adin, pa mi bu qëtu sen ose bobi jem, kështu. Që për shambull në Kosovë nuk e kanë? Feks, na jena adin qëtu sen e shumë me thonë ma për para, se kreti bujna vetë. A nuk janë nisi në Amerikë me punu ma herët se këtu në Kosova? Po fuli për shumicën, adin se ka do me thonë që punujnë, ka adin që punujnë me 16-17 vjetët. Sa është mosha për me punu e lejushme në Amerikë prej save fillat? 16. E këtu është në 18 a 16? 18. Okej. E këtu i morë në zezën veç atë. 18 është kështë me letra që më nëshme punu. Se di, unë nuk e di për Kosovë. Pasa për Amerikë nuk jemi sigur. Ku menu që 16 është në Kosovë? Ja. Amo na dhe me thonë si generat, shumica punujnë adin. Edhe mundumi mi bu senet vetë, ashtu. E dina që me dalë prej Kosovës, mu kona ashtu e arritshme jashtë trujeve shqiptare, është shumë avështirë se sa që mundet një Amerikan me pas qatë sen, ose një dikush tjetër jashtë Kosovës që e ka jetën tjetër, adin. Feks, adin edhe qa mraut është në vend se kërta adin jashtë tetëm. Na, do me në Kosovë, na nuk është sheke na dëqysh kushtë tepër të mirë, ashtu. Edhe prap, që me vizitu me vene, kena qef adin me eksploru, unë në shambull jom shku në Amerikë, jo të vizitu vene, kështë të sane dojsha me di që është. Ata që jom konë, unë jom konë Shakopi, Minneapolis, është qanin ku me kanot, edhe të veni ku jom konon, shumica që kanë jetu atje, as venet e veta nuk i kanë vizitu. Do me thonë New York, Chicago, këtu qaka nuk i kanë vizitu. E pse? A i ke pyt në herë? Se janë njerëz lejmë, janë njerëz trullav. Dhe ishtë që s'kam pos që e fa? No way. Nga, qëre, e kom vetën e një herë një Amerikanë atje, se kër jom kanë do me thonë për mu këthy për Kosovën, e kom pas njerë me unonë në Chicago, se flutrimin e kom pas në Chicago. Edhe jom nëllë kom nejtë atje një natë. Edhe ta është po më vetë ajo kisha adin, a keme vizitu në i ven, ose kështu adin,
Edhe unë për ja bëj thash, tash të me shku në Chicago, se kom fluturimin prej, adin për Kosovë prej atjet, e ta nane për vetit, sikur a vizitën një venit, adin që shto, edhe ma ka bo, tha ju, na tha kur nuk vizitujna. Edhe më kom thonë, qysh është andër adin, dhe qëto kësh e ka andër me shku me vizitu Amerikën, edhe te ki mundësin, dhe qysh edhe nuk shkon, edhe nuk është që janë kom biletat me thonë, sa shumë, ke mujt me $500-600 mi gjejt, që nuk është too much për Amerikë. Edhe i kom thonë pse dhe nuk viziton e vene, kështë edhe ka thonë që ju na nuk mujna me menagju porën tonë, që me shku me vizitu vene, edhe veç nuk vizitujna se ja pritojna me vizitu vene. Edhe ta në kom vetë, a veç te personalisht nuk i viziton, a kështë në përgjithsi, ka thonë ju në përgjithsi nuk i vizitujna. One kur jam konë, shumë weird, one kur jam konë në Turqi, tash, kur u kthejshim prej hotelit në aeroport, ai taksisi u konë tepër i mirë edhe kena bo dykon 2-3 orë për mu kthy, se u konë tepër larg edhe ai tash që jam e dike turqishten komplet adin, edhe unë e kuptoj turqishten edhe hinjën tema adin ai theke, po vjen tepër interesant që juve që ka treja ju kanë lënë prend me dal jashtë vendit juv, se për shembull theke në Turqi deri 20-25 vjet nuk e lajnë me dal derisa të martohet, nuk i besojnë prend theke. Wow. Si tash pedina që është qytetar po adin i thjesht. Ama unë që për Amerikanë nuk e besoj vëlla. E di që e konë atje, unë s'm konë nuk e di, ama unë që ka menoj, kështë, ata janë shumë ma optimista dhe janë tepër open-minded. Ku me di që shpara. Se edhe kom pasë që të menim para se vesh. Na qëtu, shambull Amerikanë dhe këtu i kena pa una për TikTok, na për qëtu rrjete sociale. Adin, edhe e kena pas ashtu vetë sikur një menim se qysh mujnë me kam. Edhe shambull për adin Turqelit, kena mujtë mi pa në rrjete sociale sana, po diri sa shkën dikosh tjetër si të bud një ajtretit që thot që janë trullaft, ose nuk dolin diri 25 vjet, dije që për një me nuk dolin diri 25 vjet. Edhe unë kom pas që të menim për një me, kom thonë që jënë adin, dyqish punojnë shumë herët, jënë tipër optimista, shumë pozitiva, shumë kështu ashtu. Edhe ta në mas nej, kër jam shku, e kom pa që krejt ndrysh është, krejt ndrysh. Se, si me thonë, neve më na po dikush TikTok, edhe thonë, hajt, fjallë të mira për neve adin, njëri të qikat janë tepër të bukura, tepër open-minded, po ka njerëz që nuk janë open-minded si na. Edhe kur të vinë, shambull ata me vizitu Kosovën... Që ata TikTokut nuk e përfatsojnë Amerikën, rinin e Amerikës. Fekt, se unë si pas të që janë konë Amerikë. Unë kom pas, kom familjar atje, edhe një person atje, po nuk janë adin qështë, s'm kanë thonë qështë për Amerikanë. Amo edhe vetë Amerikanë kur më kanë nërë në punë kështë, që këna full me ta janë shumë optimistë. Apo dhe nështë të varë, që Amerikën shumë e Qërë shambull, nështë të varë. Ata kanë orë dhe kanë vizitu Kosovën. Po. Edhe janë ma open-minded. E vërtet. Po, edhe do me thonë kanë dalë, kanë pa din qysh me full, janë ma pozitiva, se zakonisht krejt njerëzit që vizitojnë që shto vene, kështu janë ma pozitiva. Se edhe i një mënë brevlo vetit, ashtu të dolë të pasane ndryshme, se si të rish me një vend, depresion dhe qysh bjenë. A i ka po. Edhe den që shmu sil me ty, edhe që shmu qas. Ama po fulli për shumicën në Amerikë, se normal që ka, se Amerika dhe që e madhe, ka qka s'ka, ama po fulli për shumicën. E qa janë dosane që ju pengojnë të rinia e Kosovës? Kanë herë menoj që do janë shumë lejze. Jena, ojqik nga ka hup shumë puna, ojqik tepër. Kejtë i shëtu anku, që pritojnë me bu një punë. Tepër pritojnë shumë. A thu? Unë e menoj që na në Kosovë, se sot pas na energjimi mbrojt rinin e Kosovës. Unë e menoj që neve na pëlqen diqka e bojna me zemër. Pune për shambull si kamarjer ose si diqka që munduan me shfrytzu, normal që nuk e bojna shumë me qef, po e bojna. Mo për shambull, kur na qesin të fakultetit, ose diqka, adën një punë që neve na flan shpirti, e bojna mas mirëti, edhe për që ta shkelqejna shumë si rini në përbot. Unë që kësh mendimi jam? Ajo është po, ama nëse full me për si generat, për në vejna shumë lejze, për menimin tem. Tash, ma herët nëse e krasujna kër jënë kanë në fakultet, adën? Unë e kam fjallën për punë, për shambull, se jo për dija, ashtu, se për që nuk dina kur gjo. Jo. Për punë e menoj që jena, për dorë mjaftushëm.
Si na Marakli sa dëhet. A na i kena mundësi tepër shumë, tepër të mëdha kena mundësi për me arrit çfarë dojna bre njeta den, edhe thjesht çfarë mundësish ki pra Arife, pak me dash diçka të kapësh dikon. Dyqysh ma herët u ka... Jo! Kësën më nga se nëse ishin konë mundësit ma të mdoja, unë e menoj që na halo kishum dit me shkëllqy. Adin në tema caktume, se ko që për shambull janë edhe nuk dimi shfrydzu që ato sene, ama në përgjësi nuk mu do këtë, sa i përket punës nuk mu do këtë që pritojna, me punu punën që na flen shpirti. Ujqik, mi krasu gjeneratat kalume, printet tonë, kështë kam punu shumë ma shumë, se edhe s'kam pas qara adin, tash kena mundësi, po tash ngëm, tash kena mundësi, edhe tash natyra e njerit, jo veç e shqiptarve, që e keq për trajtojna një sen të mirë që na vjen, për shambull, nëse unë jem hi me një punë tre edhe veç jem hi hajt adin, sa me kalu verën, për shambull, unë nuk e bëj me qaq marak që është dëhet me bo, edhe pse nashta se du, e atëre kam bo edhe nëse se kanë dosh atë punë, e kanë kry ta mënë që dëhet. E që unë e menoj që nuk është foj të rinia, është foj të ashte qata shefa, nuk din me trajtu punëtorin, se ti nuk mundesh me mështimu me dash punën për derisa ti mbërtet, ashtu në thoza për 1 minutë vënes, ose nuk mblen ma shumë se ade nuk mblen as në pauzë tamen me shfrydzu që shdu ona, ade është një diferencë e madhe dhe menoj që qëto është apëden problemi. Nuk është problemi që na nuk dina me punu, problemi është që ata nuk di me trajtu gjenzin. Edhe një sen që më pëlqen si general që e kena shumë më pëlqen, o zot, që nuk na interesën, nëse adën dikush të disrespekton, nuk na interesën kush është. Adën, veç që kalzojnë a rrugët. Edhe dyqysh që më pëlqen, që thaj për punë që ma herët kam punu, ma herët edhe s'kam pas qare. Feks nuk është se s'kam pas mundësi tjera. Ashtë me lo punën qëto e gjoni vend ma të mirë. E vërtet, po që kjo mundësi që na u ka jep, adin na u ka bu... Qëre, nuk ka lidhe nëse ndrëm punën, po qatë punë që e bënd pak të mbëje mirë. E na hina qatë punë, e shumë që s'pëna thirë, më thoi za fërt, edhe ta një thujna adin qka, unë e gjej tjetër. Bëll mirë. Shumë mirë, gjejna tjetër, shumë mirë, apo den, po të pak të në qato që e ke bu, bëje mirë, kryja mirë, apo den, ju veç mi alon shkele shka. Po, ama unë e menoj që... Po, këto kështë mirë e kia, ama nuk menoj që ndodhë fërt që kësan. Unë nuk menoj që e bojnë shkele shka për derisa tjetrit respektan. Feks. Nuk menoj... Unë e menoj që... Që kjo është esenca e lejze, unë për qëta po thëmë, unë po flasë, Qysh po menon ti dikush me të keq trajtu ti prap mja po punën mira? Nëse shefi është shumë i mirë, po ti e bën apet punën shkele shko. Se di unë nuk e menoj. Edhe në shtëpi pritojna. Unë menoj që pritojna, ama sa i përket punës. Unë për shembull Pro Max unë jam knoq, unë me qef shkoj shampu. Varet edhe prej punës. Edhe për punu me qef, apo den. Varet edhe prej punës. Varet prej punës, për prej trajtimit. Stafe tipër shumë. Unë jem kompas staf. Ço da krym kompas ka po kom të merë. Ti përkez dhe qysh me nëzë dita që më ka shku krym kompas ta. Familjarë që kanë punëtur tjerë, po ankohen pak për rinin që adin nuk janë marakli që janë kanë atëherë. Po, unë menoj që shumë a mirë që i natë që shtë si gjenerat. Se shqiptarët jepja durën ta merë krohën. E vërtet. Definitivisht. Edhe dy që shumë a mirë që ja kalzojnë a venin që o që shto, o në që shtu se punëturi ka drejta. Edhe nuk është veç one që kam nevoj për ty, edhe ti ki nevoj për mu, edhe jena të bu bashkë punim. Nuk jam unë e rabioti ti mu më mabu me gisht vjane jakne. Arife të dua! Te e sloga, apo të qysh ma ka doli se one nuk je puna e vetë me në Kosova, pëtër unë jam e re dhe bëj me gjejtë edhe plët puna e qekan. Mu që në diçka që nuk bën, që nuk më pëlqen heq të rinia e Kosovës, nuk jam të folë për Gen Z, edhe rinia e Shqipnis, nuk dina kur gjo heq. Jena nuk dina për çka? Kur gjo, as nuk dina për histori, as nuk dina për shkenc vlerë, dyqysh që tash me dojnë mi thonë dhe temrat patriotave shqiptar që ta ka shliru veni, nuk dina me ti thonë. Para menoj, janë shku Big Brother nuk e kanë ditë alfabetin, nuk e kanë ditë pavarësinë e Kosovës. Big Brother e përfaqëson shumë edhe rinin jashtë Big Brotherit, se për një me nuk e di. Aty unë shumë veta kum pasë në klasë që nuk e kanë ditë alfabetin. Edhe janë konë shkollë të mesme, po edhe fillore. Edhe në fillore edhe në shkollë të mesme.
Para me no, i kanë kalu, nuk e din tabelën e shumëzimit. Okej, nuk ta rrok matematikën, se është diçka që është me faza kështu, po alfabeti është sa në primar, du të me ta marrë po edhe shumëzimin pjesëtimin qëto dëshmi ditë, ose tabelën e shumëzimit këto, dhe që është që ato primare. Heq nuk i din, shumë janë kështu rafsh me tokë. Po, une pajtona shumë e menim tanë që për një heq nuk dina, dhe menuja që është okej, dhe menuja që është okej. Fekt, une për veti nuk e du historin heq se du. Dhe që është thëmë pse me jetu, okej, dhe sa në dërsh mi dita, dhe që dohen bre mi dit për shtetin tanë ose diçka. Morale mi dit dhe sa në ama mi hik shtë fel me data me sana, dhe për një me nuk më pëlqen historia. Po dhe, adin, jone nuk e kam fjoni për atë histori me dit për që ka ndodh me Bosnjën atëherë, diçka, për venin tonë do të mi dit. Menoj që njerës që din në kohën tonë, njerës që janë të maqëm, në vlerësohen edhe nuk arritin si kur njerës që nuk din. Nuk e di për venet tjera që është, amo nëse ti, si kur ajo pranvera, nëse dalë full për astronomi, nëse dalë full diçka të maqme, kanë me të shojt. Ka me thonë njëre, po, edhe I'm proud of her, valla. Pregom tjera e kështë joftë mate. Po, serioza? Kërëm kam klasë 6, e këm po, ka dollë në një emision, edhe pa ta po, më pa t'inspiru shumë tani me dosht fizikën, edhe pe që ateshet e këm njofta, dhe kërëm ka dollë në TikTok, e këm po adin që po dënë me na vedisu ma shumë, edhe folk e shqip, më ka ardhë shumë mirë, edhe ta shë po shë adin në të dhejtë shumë, pranvera. Unë e prej të edhe krejt video, do më thonë sa rënden for you pages e diçka, krejt ja këqyre dhe bëj shërë. Uarë në ditë vlerë, unë jam po të ja këqyre intervjisën të Besim Dina. Shumë, edhe Besim Dina është i përri shumë mirë ose shumë e komandër me koni emision tira. Amo, me dhe që kisha shku, Besim bëjtirja. Unë shani budalitë. Unë e shumë e du Besim, jam shumë që apos qef me po. Kurse kum po live? Asona, dhe unë e mërë që është një ndër njerës ma të rëndëse shumë për kumbin tonë. Feks, o zot. Do me thonë, unë e prej, nëse vëq njëherë njoft e këqyr një emision si Oksigeni, gjdo javë për gjdo javë, te nuk kime konë shumë e avancume me dituri, se të mëson sa për artë, sa për histori, sa për kulturë, sa për gjithë shka sport, për gjithë shka e kja ato, I love him, ti për shumë e du ekstrem. Pëlqen që tash gjenzia adin nuk i intereson për çka veshin, teshat s'kan gjeni, edhe adin veshin çka dojna, po normal tani adin po bullizumi për gjeneratave matë mëdhaja, po tash adin çka dojna veshim, kena stile, kena kur dhe miru i traditat, okej, adem, për shumica adem veshëm qysh dojna, veç menaj që mas shumë të për tesha diskutohet të qikat. Jo, unë e menaj që të dyjat. Po thu? Nuk e di. Për shumë lëndrimi që ka eksperimentu pak, komedi që i ka marrë lëndrimi kër e ka postu një kongë të vetën me diçka të kuqe, me diçka me zingjira që i ka, janë shumë, adem e kanë shumë. E ta da mas ne kur mas se hinin breg... E po e tani më pëlqej që arriti me ndryshu komplet mendimin, a dim për njerës. Ama ka pos njerës që e kanë paragjikuar, shto e sene. Po dhe edhe qikat edhe djam t'i paragjikojnë. Po thu. Amo kom që me ditë që to komentet negative a vim prej Gen Z-s, a vim prej... Që ta kështë e thë, vim prej Gen Z-s. Ka që vim. Po thu? Po. Ka që vinë. Hej, kjo studian design. Po. Tregona dizajnin në Amerikë që shveshen edhe që shveshen këto. Atje të merë veshen, na kena stel. Atje, adin qa veshen atje, janë një shablon. Definitivisht një shablon janë. Nuk kanë heq stel, heq nuk kanë stel. Street style veshen ata veshen. Po, feks, edhe sporti verë e këse tripa, shurce, për verë, po fulli son jom kanë verës. Një por shurce. Një majic, shumë basic, ngusht për trupe, gjona kanë vesh ma pak, ama kështu më përgjithësi dhe me thonë ngusht janë vesh. Janë konë skinny, qikat e reja kështu më që janë konë adin në generatën Gen Z, edhe generatën e generation, janë konë kështu ma skinny. Ama s'kam po stel heq. Po, atje thonë që s'kam. Heq, s'kam po stel. Bere, kur i kompli atje të tesha, kër unë kanë Amerikë, edhe jënë kanë që shtë majica basic, mu më kanë pëlqyti për shumë, se dhe isha kur të vinë Kosovë, me mi vesh, mi stilua dhe nësane, edhe jënë shumë basic, kur jë morë në Kosovë i kom vesh, edhe
ta ma postoj anaj foto së diçka dhe një kërë njoftejsha dikon të ri, edhe mi po këtë që ato foto kështë dhe thejke, Qysh të të marrë e pak veshën? stilin e A Amerikës. thu? Edhe më thësha, jo, luta më sumtoj, atë sa të nuk kanë stel. Edhe qysh, më thonë dikër që s'ki stel pak vjeni naute. Of course. Atë pak vjeni naute. Atë se për një me ka njerë shumë vishna basic, shumë normal. Sa të shambull. Okej, amo... Tepër basic vishna ka njëherë. Se varet edhe me disponim që jam, ama kur të thot dikush e ke marrë stilin, dyqysh i bjen që ke qatë vibe ja ke epsit Amerikës, e s'kom qef. Ama ka posë edhe rase që më kanë thënë që jam duk si latina. Ama kështë në përgjithësi Amerikanë s'kam posë stil. Edhe një diçka që kisha dosh me krahasu mes Amerikës edhe Kosovës, tash keti dina që për ushimin e Amerikanëve. S'kan heq. Unë nëse këm hik mas shumë ti për bëk, qa me hangër se kështu, jo për qa me hangër, se këm pas po që su kanë dhe sheshme, u kanë Amerikë. Na për një me, unë në bazë na prej vetës, prej mutraft mija na dina, do me thonë me bu bëk, qa dë me ndrej, qa dë, ari fjas dhe. Shumë një na keq. Jo, pse mu një keq. Po, funit ka diçka që e bën ma mirë se unë edhe te shambull. Jo, amo një munu te për shumë mësu në kuzhin, e kot. Nuk u dolin senet e mira. Unë o zot se po duk në ashtu pekmi, as dhe që livdohet nëse nuk e në kuzhin, amo unë as furre nuk di me dhez, edhe motra më gjykan te për shumë, se dja për Bajrama po një apenal furren, I was like, ku nalët? O zot, po, dyqysh... Zvën gjyrëtarive. E di, amo, veç kuzhina veç s'është për mu. Unë gjykoj pak njerëzit që Për nuk një me a, din. edhe unë i gjykoj njerëz. Okej, nëse nuk doni në ushqimet e mira është në rregull, ama mos me ditë me nojsh për Jo. Unë i gjykoj njerëz që krenohen me qitësan. Që krenohen kishë që t'bine. Nuk krenohen. Që ka gjykoj në Valoj, nuk di, edhe se bëj me qëllim, veç Ama, di. ti, ju... Pe, pra, Jo, unë ku provu, Ama furën mos me dhez. Unë e ku provu edhe ma përpara qëhet vlovi jem gatun, se sa që gatu jone. Kur jena me i dverës veç na, unë e bobi edhe vlovi jem ka gatu, unë Po nuk that di. means that you don't try enough. O, Facts. pasha zoti. Qere. Orez, jo, më nuk me qitë ku ka bërë krejt. Po ti do tani Po me të parë nuk del, me të parë nuk del, po nga, që adin ku thash që mija në Amerikë në kohë kërë kanë ditë që ja bujnë gati dikosh, nuk qohën, adin thjesht rrinë që ashtë hajtë se mi krynë dikosh. Kja, tash e ka vlone vetë, mutrat e veta që qohën e bujnë Jo, bukës. verës jam unu, te për shumë jam unu që atë koha, ama nuk veç s'më Ama e ke di që prapë ki vlonë që atë? Jo, na i këna gju që atë ushqime u duf me By the përsi way, se... Amar, ai Po, Amore, I Amore, love you, që Amar. se kum harru, edhe në du t'i për shumë e du Amore, nësët. Shumë është open mind, ja dhe cute, shumë ëzët. Amori gatun, amori fshin, amori shkon shkollë, amori mësan. Edhe Amori dhe mutrat e vita të për Amori dhe shumë. mutrat e vita të për shumë. Shumë, ëzët, të për So cute. Që kështë të thonë, atje në Amerikë dhe me thonë, li që nuk din me gatu, po nëjse sa atje nuk din asë ndajt asë dvoglit. Kricanet i kanë ngrime, unë nuk mëj me marrë një diçka ngrime dhe veç me shti mikrovalë dhe me Edhe në hangër. Kosovë, pitet e Gjulit, ki pizza në Tu orë marketa. ma jo shumë. Atje është e Tash për tepër. shembull do ka shumë që nuk di me gatu. Djemt nuk di me gatu. Ja. Djemt kur s'kan di në Apo Kosovë. vjen qaj trendit që me dal. Për kundra me zë unë kosën menoj e që gotit. djemt tja ka nisur se E me po, edhe me gatu. ne Po pëlqen. Shumë, edhe shumë më pëlqen. Unë i dashuroj djemt që din me gatu. Shumë më pëlqen Krejt, diçish. Shumë mirë që ke Unë në përgjithësi menoj që rinia e Kosovës është mirë, ama menoj që djemt duhet halo me punu e veten. Si Facts. qikat. Amo për që jena qikat krejt, se s'po du me bo dallim gjinor, amo qikat jena ma nalt. Ja, edhe diçka qam pëngën të gjenerata jun, është që e thujnë dujna barazi. Dyqysh sanët, okej, mujnë me shku 50-50, po do nuk mujnë me shku 50-50. Jo, unë menoj që munden me shku 50-50. Ari fe krejt sanët nuk mujnë me shku 50-50. feministë dhe barazia keq interpretohen në rrjetet sociale, se ka persona që
e thojnë që të adin barazini 100% në sene, normal që s'punu më kanë këtë barabartë, se ti e sene... Qëto, du me thonë dhe Ama barazi gjinore është mi pos drejtat e barabarta të shtatë. Para me në femnat nuk i kanë drejtat e barabarta në çdo shtat, po çdo burr i ka drejtat e barabarta në secilin vend. Tash para me Unë që shumë mirë e tha Vlera, dënë që nuk mujna me kon krejt barabart, adën krejt njaj, dhe me thonë që qikat si djenë, po ndo sene, si me thonë, na jena manal, ndo sene ata janë manal. Jo, ngam, unë e menoj që barazi gjinore quhet kur të dy senet primare të jetesës duhet mi pas barabart. Nuk do me thonë tash pëse ti e femër krej femna du të me dit me gatu, ose nëse ti e moshkull edhe ti du të me dit me gatu se femna po den. Du të me dit adin, për shambull me bo diferencen mes njerit. Ka qikës u qik, ja bën për shambull, I'm not calling myself, I'm not a feminist because I can cook. The fuck? Para qika, shumë ka që bujnë në TikTok, a e bujnë për views, nuk e di, veç i shala nuk menojnë qashtu se e plika mikrofoni, shala nuk menojnë qashtu, se TikToku, sidomos është te për të na brainwash krejve, o të na... Na pastru trunin, fshi trunin. O të na fshi trunin për gjithë shka, dhe me thonë, po menojnë atë që ketë që është njën njerës është në TikTok, sikur për Amerikë që unë komenu që qashtu, se që ishë në TikTok. Tash, kitë sa në qaj shumë si do mos i rinia, tash ma të vogël se na, ketë i shuin TikTok e thunë, o garan qashtë është, adin? Edhe mashtruan, për shumë sa në tja ke po në Shqipni që e ndalun TikTok-un krejt, që e hakën, se qatë shumë do më thonë dëtë që të li farë sani, se na qatë të pimarëm informatat për botën tash ma, s'pi këqyru mas loj mas kur gjë. Tash kënë TikTok që do të me pas shumë... Unë e menoj që feminizmi, termi feminizëm, TikTok ka që interpretohet, se feminizëm nuk do me thonë mi ngrit femnat. Feminizëm është termi që tregon që femna dhe moshkulli do të mu konë të barabartë. Qajo quhet feminizëm. Do me thonë, të gjithë duhet të jemi feminist, se të gjithë duhet mi jep të drejtat e barabarta të dëve. Jo, feministe mu konë me menu që femna është manajt. Femna është moje, djole i shtëp. Që to po du me thonë. është komplet term tjetër. Unë e kam një problem i tjere sa në të shumë. E nashta, me nej me thonë tjetër san, arif jam gjikon. Arif jam gjikon. Tis nuk gjikoj. Se nuk i kuptoj njerëzit. Një san tjetër që më pengon të djemë se unë zakonisht problemi më të madh kam me djemë. Që e problemi për gjithë shka. Fix. Sorry. Unë i du t'i përshëm sikat. Edhe pse kom dosh me kondjol. Ka një hera lodu. Të still. Qa këshi boli sa që kondjol. Mos e mrejnë ti, më talë. Gjithë kom dosh me kondjol. Jo, unë isha kona djoli që e kësha pru frima të reja. Jemi maraton. Mara ka mu ka marrë veçana. Në që shumë femna kësha në zonë. Jo, atë qa, unë e kom me një mine këndër për ty. Unë e mine që për Arifën kje nëse e kish pas një femër, e kish këshyrë si sytë e balet. Bash, edhe në si përtina, po valla. E vërtet. A më nështë ta këshe full me shumë për tani kur këshe full. Jo, unë e mërën që mu me qitë personalitet jam nëse i shkon më o shkoll, më kishin dosh te për shumë qikat, se ty qysh qikat. Qikat të që Nëse Premtina i shkon djallë, unë nuk kish drejk një djallë si Premtina. Nuk e një pse. Nëse unë i shakon djallë. Me krejt e sana, ti qysh. Po, nëse unë i shakon djallë, kisha thonë ka me nëzon Arifën. A dhe me push egëm tarë. Me Julia i kish mashtru. Me Serenata. Ti anë quna i kësë të libret. Ti shkru poesi. Jo, vlerë poesi. Kështë ka shkru na i kësha? Hej, Gen Z, që kjo është përfundimi videos tonë, kena folë shumë mirë për juve mos na u ankani, edhe komentana në komenta kreqa po menane. Musafirja ju në parë, isha ju ka pëlqy, sa na ka pëlqy neve. Jem shumë e fatë që i kam të dhja shqyqe. Po dina të i për shumë special! Love you guys! Si jemi në epizodin tjetër. O sa rënë me na po subscribe, abonohu në kanalin tonë.